12 ditët e para të gushtit shoqëruar me zjarre masive në pyjet e Mallakastrës dhe Patosit rezultuan me dëme të mëdha në Ullishte dhe Pyje. Teksa pritet verifikimi dhe për llogaritja e hapësirës së djegur, të dhënat paraprake flasin për më shumë se 60 hektar në Mallakastër dhe 30 hektar në Dreni të Patosit. Zjarret në Riban, Graçi dhe Koilaç detyruan autoritetet të evakuojnë 10 banor. Në Dreni, ky ishte zjarri i tretë masiv në 6 vitet e fundit. Dëmi mjedisor në atë që quhet mushkëria e fjerit, sipas specialistëve dhe punonjësve në terren, është i rënd, pasi pyjet me pyll pish të butë kërkojnë dekada për ripyllëzim. Të Mallakastrës, kemi shkuar në datën 3 ose 4, se mbajmë mirë të saktë datën, kemi shkuar në zonën e Mallakastër për ndihmë me 2 automjete dhe me 8 forca. Zjarri kishte përmasa shumë të mëdha. Në zonën e Mallakastrës në fshat atje kemi shpëtuar banesat dhe zjarri hyri në pyll dhe ishte e pamundur ndërhyrja se ishte terren shumë i vështirë. Zjarri mori përmasa, si thash më lart, që në momentin që fut në pyll ishte pa përballueshëm nga forcat zjarr fikse për shkak të terrenit dhe për shkak të erës. Mbas në datën 4 në mbrëmje zjarri ka hyrë në zonën e Lofkendit. Kemi mobilizuar gjitha forcat të shërbimit zjarr fikës me 3 mjete zjarr fikse, kemi shkuar dhe kemi luftuar me mjete rrethanore, me pompa shpine, me kazma dhe lopata, e kemi izoluar për momentin dhe aty menduam se zjarri u fik, por ditën tjetër për shkak temperaturave tepër të larta, zjarri mori një fuqi që ishte papërballueshme nga shërbimi i zjarr fikës, pasi hyri në pyll dhe për vetë terrenin që shumë i theppisur në zonën e Drenijes, shërbimi i zjarr fikës e pati tepër të vështirë ta neutralizonte. Një banesë në fshatin Drenie, atje është punuar shumë mirë, besoj është punuar shumë mirë, pasi banesa shpëtoi. Njëkohësisht unë si shefi i repartit kam kërkuar ndihmë nëpërmjet prefekturës dhe nëpërmjet bashkisë. Më kanë ardhur ndihmë bashkia Berat, të cilët duhet falenderoj drejtorin Artan Merko, në atë ka dërguar në mënyrë urgjente shërbimi i zjarr fikës, bashkia Mallakastër, ka ardhur bashkia Divjak, bashkia Lushje dhe bashkia Fjerë. Pra, kjo ishte në momentin e fundit të zjarrit. Po, u afrua shtëpive. Besoj se nga shërbimi i zjarr fikës dhe gjerasin të falenderoj gjithë çunat e zjarr fikës, të gjithë që kontribuan në të zjarr. Ju them faleminderit, pasi kemi bërë një punë të mirë, kemi bërë një punë kolosale në kuptimin që shpëtuam banesa, shpëtuam stanet, shpëtuam bagti. Dhe pronën e fshatarë. Nuk duhet them që në zonën tonë nuk u dëmtua asnjë rrënjulli. Zjarri ishte kryesisht në halor, nuk ishte në kuror, shumë pak ishte në kuror. Kur flasim për halor dhe kuror, çfarë do të thotë? Kemi të bëjmë me dimësi të ndryshme? Në halor do të thotë që zjarri është poshtë, domethënë është në taban, kurse në kuror kur merr kurore pishës që digjen pishat. Dhe ky pyll është me pisha të buta, pra pylli i Drenijes. Pylli i Drenijes, po të them, është mushkëria e qarkut Fjerit, është një pyll shumë i bukur, por për fatin e keq pati dëmtime. Unë nuk mund ta përcaktoj se sa hektar u dogjen, sepse thash ka filluar që në Mallakastër, por bashkia ka rritur komision dhe shumë shpejt do bëhet vlerësimi i gjitha dëmeve. Por dua të theksoj që nuk pati dëme në njerëz, në banesa dhe në gjatë gjallë. Në Mallakastër, bilanci i dëmeve në Ullishte dhe Vreshta po verifikohet nga inspektorët e bashkisë. Bilanci përfundimtar pritet të dalë brenda disa javësh. Zjarret nisën në një proces zinxhir në 31 korrik, në Cfir, vatra u shua brenda 24 orëve, por pas 2 vitesh një vatër zjarri u shfaq në Riban, përshkoi kilometra të tërë në territorin e Patosit dhe Roskovecit, duke djegur Pyje, Vreshta dhe Ullishte. Deri tani policia e Fjerit ka kryer arrestimin e një shtetasi, banor i zonës së Ribanit, i cili dyshohet se i vuri zjarrin barrave në tokën e tij, por nuk mundi ta kontrollojë.